Vizitë shkues të ndëruar, jemi me emisionin Ardhmeria ju. Ja ku të jemi në Vranjes në Kudrën Tima. Në emision kemi dy qytetarë të cilët po ankuajnë çdo ditë për politikanët dhe sosum të cilët po vjedhin çdo ditë më shumë. Domethënë tema është lidhja që dëmton Kosovën. Në emision janë zotri Viktor Bislimi dhe zotri Saad Bislimi. Zotri Viktor, çka do të thotë liria për ty? Liria për mua është me vozit kerë, me dëgju muzik, e me mbojt koletën e mos me pas fore. Por jo vetëm kaq, po ta marrësh nga ona ligjore, liria është me mush. Liria nuk do të thotë të shkoj kadu apo të bëj çkadu. Kaq kisha për të thënë për pyetjen e parë. Faleminderit, zotri Saad, si do t'i argumentoni vjedhjet në Kosovë? Po vjedhjet do thosha që mundohen çdo ditë e më shumë. Shkaktojnë më së shumti janë politikanë të cilët po vjedhin miliona para, kaq kisha për të thënë për pyetjen e parë. Faleminderit, shikojmë një histori në vazhdim dhe do t'i zbuloni vetë për çfarë do të bëhet fjalë. Se vjedhje biciklën? Po ma që po vjedhin politikanët, pse mos me vjedhin në na? Si do t'i argumentoni këtë storje, zotri Viktor? Po ma që po vjedhin politikanë, po pse mos me vjedh edhe ata njerëz që nuk e kanë lirinë e shprehjes. Po zotri Saad? Pajtu me mendimin e zotrit Viktor.